Falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahu xhelle xhelalu, atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatin I pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E me pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm. Jeta e kësaj bote ka sfida dhe sprova të shumta. Mirë po në asnjë formë nuk duhet me lejuar që shkaku I sprovave dhe I sfidave të lutemi për vdekje, o Zot, nërma shpirtin. Në asnjë formë pra nuk duhet që të na sfidojnë sprovat dhe sfidat, sepse dhe zatën sprovat dhe sfidat në jetën e kësaj bote janë natyrshmëri e jetës së kësaj bote. Krejt në mesin e çështjeve që ne forcohemi në sfida janë ibadetet, janë adhurimet, namazi, agjerimi, haxhi, punë të mira, por na forcojnë në sfida. Për ndryshe, në xhenet s'ka sfida dhe s'ka sprova. Mirë po pejgamberi alayhis salam na ka mësuar që në raste të vështirësive, të krizave të mëdha, thot pejgamberi alayhis salam, askush për juve mos ta kërkon vdekjen. Mirë po nëse I ndodh ndonjë fatkeqësi, ndonjë sprovë ran, le të thotë o Zot, mundsoma me jetu nëse jeta është më e dobishme për mua. Mundsoma me vdek nëse vdekja është më e dobishme për mua. Pra, në asnjë formë të mos e kërkojmë vdekjen, sepse Allahu na ka krijuar këtë jetë që ne të përfitojmë dhe të përgatitemi për botën tjetër. Kjo jep me kuptuar të ndershëm vëllezër që jeta e kësaj bote është e ëmbël, është e dashur për njeriu. Madje zemra lidhet për te dhe e ka të vështirë të largohet, të shkputet, por duhet ta kuptojmë se një ditë do të ndahemi nga jeta. Siç dhe ka shku Xhibril alayhis salam te pejgamberi alayhis salam dhe I ka thonë: "Ja Muhammed, aish ma shit fa innaka mayyit." O Muhammed, jeto sot jetosh ke për të vdek. Pra I bie se nëse ti si pejgamber ke për të vdek, atëherë edhe të tjerët, edhe ne pra kemi për të vdek. Të ndershëm vëllezër, jemi duke u shoqëruar me temën shkolla e vdekjes. Se kemi për të vdek, s'ka dyshim. Dhe s'do mend. Mirë po është shumë me rëndësi si po vdesim. Ku po na nxen vdekja? Cilët janë çastet e fundit të jetës tonë? Dallimi I madh në mes atij I cili vdes, duke bërë punë të mira dhe ka fundin e mirë. Dhe në mes atij që vdes në gjunahe dhe ka fund të keq. Dallimi është shumë I madh. Prandaj sot do të flasim fundi I mirë, rëndësia e fundit të jetës me qenë mirë dhe shenjat e fundit të mirë. Të ndershëm vëllezër, cilësia e jetës tonë mvaret, cilësia e jetës tonë mvaret nga çiltërsia e brendshme, nga sinqeriteti dhe bindja. Çto 3 komponenta duhet gjatë tërë jetës me investu. Sinqeriteti nuk e ka një adresë caktuar dhe një kohë caktuar. Tërë jetën do të me punu për sinqeritet. Po ashtu dhe bindja. Po ashtu edhe çiltërsia e brendshme. Këto garantojnë, sigurojnë fund të mirë. Mu duhet me thonë këtu një hadith pejgamberit alayhis salam që është bukur I ashpër. Edhe është rënqethës, por duhet ta mësojmë të ndershëm vëllezër para se të vijë momenti që s'ka kthim prapa. Është I njohur tek ky hadith, është fjala për hadithin e Abdullah ibn Mesudit, Allah qoftë I kënaqur me te, ku pejgamberi alayhis salam përshkruan krijimin embriologjik të fëmijës në barkun e nënës. Pejgamberi alayhis salam përshkruan sakt në mënyrë të detajuar çysh krijohet fëmiu, fetusi në barkun e nënës. E pastaj thot, mu po më duhet kjo pjesë. Fa wallahi alladhi la ilaha ghayru. Pastaj thot pejgamberi në vazhdim. Pasha Allahun që nuk ka zot tjetër. Ndodh që dikush prej juve të punon punë të banorëve të xhenetit të jetën e tij. Pak para se t'i afrohet vdekja, një krah, I paraprind caktimi I Allahut, punon punë të banorëve të xhenemit dhe në xhenem. Dhe ndodh që dikush prej juve të punon punë të banorëve të xhenemit të jetën. Pak para se t'i vije vdekja, I paraprind caktimi, punon punë të banorëve të xhenetit edhe në xhenet. Ka ardhur një transmetim tjetër
ndodh që dikush për juve të një jetën punon punë të mira në banorët e xhenetit, fima yabdu linnas, në ato që ka peshohin njerëz. Po jo nuk e din njerëz çka ka ai person mrena. Për atë arsye punon punë të këqija edhe nuk hin xhenet. Pra vëllezër, që ky hadith kur e kanë kujtu sahabët, jenë alivonos, jenë tut për vetveten e tyre, qysh po ju vije funi, sepse thamë cilësia jetës tonë varet për brendësisë tonë, jo prej anës së jashtme. Për atë arsye kemi për nevojë me rregullu cilësinë e brendshme, më shumë se sa të jashtmen. E jashtme është pjesë, e brendshme është esenca, bindja. Duke u nisë nga kjo çështje të ndershëm vëllezër, duhet ta kujtojmë që momentet e fundit jetës trupi dobësohet, forca humbet, gjuha trashet. Dhe në këto situata, në këtë gjendje, është edhe një krizë që djalli e pret qit moment. Djalli e pret qit moment me deviju robën e Allahut, se të tjerët i ka deviju më herët. Pret me deviju besimtarin qit moment. Ja kujton gjërat e cilat nuk kanë bojnë me botën tjetër. Ja kujton ato gjërat që zemra e tij ka qenë e lidhur me to. Pra, zemra ka qenë e lidhur për shembull për senet dynjas, ani pse u fal, ani pse ka bërë punë mira, por në momentet e fundit jetës i kujtohen ato gjëra, në vend që mi kujtu shahadeti. Prandaj të ndershëm vëllezër, Allahu xhelle xhelaluhu në këto çaste për ata që kanë bindje të sinqertë, çiltërsi të brendshme, ka garantuar që Allah do t'i forcon me shahadet. Thot Allahu xhelle xhelaluhu në surën Ibrahim, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Allahu xhelle xhelaluhu po garanton, duke thonë, Allahu do t'i përforcon besimtarët me një fjalë të fortë në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. Fjala fortë është shahadeti në momentet e vdekjes. Ata që kanë jetu me shahadet, e kanë pas bindje shahadetin, e kanë pas adresë ty në shahadetin, Allahu xhelle xhelaluhu në momentet e vdekjes, pra ja u kujton shahadetin. Prandaj, ky është ai gëzimi dhe ky është ai sehariqi që ata që janë sinqert me lejen Allahu xhelle xhelaluhu do të kenë fund të mirë dhe e kundërta me të kundërtën. Të ndershëm vëllezër, nuk më premton shumë koha me mu detaju, por për ta përmbyll hutbën po i theksoj edhe disa shenja që sinjalizojnë për fund të mirë, që dikush pra i ka raportet e mira me Allahun, ka vdek me fund të mirë. Shenjat e fundit, sepse të ndershëm vëllezër, llogaria, gjendja para Allahut matet me fundin e jetës. Kështu na ka thonë pejgamberi alayhis salam, innamal a'malu bil khawatim, vërtet veprat çmohen, vlerësohen sipas fundit. Po ashtu ka thonë, ai i cili vdes me diçka, me atë do të ringjallet. Ai që vdes me namaz, me të ringjallet. Ai që vdes zotruna në gjuna, tu pi alkol, me të ringjallet, e të ngjashme. Dhe duke i pas parasysh këto gjëra, pra dietarët islam kanë nxjerrë përfundime se cilat janë shenjat e mira që është fundi mirë. Prej këtyre të ndershëm vëllezër është vdekja duke shqiptu shahadetin, vdekja duke ra shahadet. Thot pejgamberi alayhis salam, men kana akhiru kelamihi la ilaha illa Allah dakhala al-janna. Ai që fjala e fundit e tij që ka shqiptu të dalë prej kësaj bote është la ilaha illa Allah, ka me hyrë në xhenet. Pastaj të ndershëm vëllezër, prej shenjave të mira është vdekja në tajtën mramje, apo në të premtën gjatë ditës, në xhumën gjatë ditës. Thot pejgamberi alayhis salam, ai që vdes natën e xhumë, tajtën mramje, ose në ditën e xhumë, nuk do të dënohet në varr, por është shenjë e mirë. Po ashtu të ndershëm vëllezër, prej shenjave të mira është me vdek duke bërë punë të mira. Me tar vdekja në xhami, tu fal namaz, tu agjeru, tu e vizitu një të afër, tu dhon sadaka, tu kry haxhin, krejt që të janë shenja të mira. Thot pejgamberi alayhis salam, ai që agjeron një ditë për hir të Allahut dhe i vjen vdekja duke agjeru, do të hyjë në xhenet. Ai që jep një sadaka dhe i vjen vdekja duke dhënë sadakon, do të hyjë në xhenet, dhe gjykojmë mbi këtë hadith edhe vepra tjera të mira. Të ndershëm vëllezër, pra të inkurajohemi për vepra të mira, sepse veprat e mira na ngritin te Allahu, janë ibadete. Dhe veprat e mira, për veprat e mira shpërblehemi, por
edhe na vjen vdekja me vepra të mira dhe kjo është sinjal i mirë. Lutim Allahun që na mundson fund të mirë dhe vdekje të mirë. E them këtë që ndëgjuat, kërkoj falje për vetvete dhe për ju, kërkoni edhe falje sepse Allah është falësi i madh. Të ndershëm vëllezër, të pranishëm, shumë ka shenja dhe sinjale që sinjalizojnë se personi i ka raportet e mira me Allahun. Është fjala kur e ka lëshu këtë botë dhe ka kaluar botën tjetër. Prej këtyre shenjave të mira është të gjitha llojet e shahidllakut. Të gjitha llojet e shahidllakut janë sinjal i mirë që personi ka përfunduar jetë mirë, duke filluar prej shahidit luftës, prej martirit luftës. E pastaj pejgamberi alayhis salam ka numëruar një sër lloje të ndryshme të shahidllakut. Ka thonë, shahidllak është ai që vdes prej smundjeve të barkut, që këto hin kanceri i kohës sodit edhe smundjet e tjera. Shahidllak është ai që vdes nuj, mbytet nuj. Shahidllak është ai që vdes prej smundjeve ngjitse, murtaja dhe të ngjashme. Shahidllak është gruaja që vdes shtatzëne apo gjatë lindjes. Shahidllak është ai që vdes në gërmadha e të ngjashme. Krejt këto janë shenja që personi pra ka një përfundim të mirë. Prandaj të ndershëm vëllezër, padyshim se ai që ka jetuar me besim me Allahun dhe për Allahun, gjithsesi do të del fitimtar. Gjithsesi do t'i vijë fundi mirë dhe do të ketë raporte të mira tek Allahu xhelle xhelaluhu. Allah na bëf prej tyre që të jetojmë me shahadet, e të vdesim me shahadet, të ringjallemi me shahadet. Lutim Allahun për pranim të veprave për vetvete dhe për ju. Du ta përcjell edhe një kumtesë të kryesisë së Bashkisë Islame, të ndershëm vëllezër. Në vitin e kaluar, edhe në fillim të këtij viti edhe vitin e kaluar, kemi mbledh fonde për Bashkinë Islame të Bojanovcit. Duke qenë se janë në blerje të një trolli atje për Bashkinë Islame, kryesia e Bashkisë Islame në Kosovë apelon që në të gjitha xhamitë e Kosovës sot të mblidhen fonde pra për Bashkinë Islame të Bojanovcit. Allah na mundsoft që të kontribojmë, çka të kontribojmë vëllezër e kemi për veti. Kështu Allahu na thot në Kur'an, çka të bëni prej të mirave, keni me gjetë, me theks veçantë pe vendosi theksin që ky është vakaf. Pra, le diçka vakaf, një euro leje vakaf, kemi apo hajrin këtë dynjë edhe në botën tjetër. Allahu na bëftë të dobishëm dhe të mirë. Allahu na uzoft neve, familjarët tanë, ju, të gjithë muslimanët. Allahu i pranoj për neve dhe ju të gjitha veprat e mira. Lutim Allahun që të na mëshiron, që të na falë, që të na udhëzon, të shëron të smurit tanë, të mëshiron të vdekurit tanë.